Elena, shqiptaro-amerikane apo vetëm amerikane? Shqiptaro-amerikane, patjetër. Unë jam menaxherja i qendrës Shqiponja, siç e tha dhe zoti Reso. E kam menaxhuar biznesin e zonjës Pavlina Tollkuçi, e cila do ta mundësojmë dhe pak më vonë të na përshëndeti. Pra qendra Shqiponja është kryesisht për shqiptarë. Ku jeni? Ku jeni ju? Në çfarë shteti jeni? Në çfarë qyteti jeni? Jemi në qytetin e Usterit. Po, në qytetin e Usterit të shtetit Massachusetts. Dhe është për moshën e vet, 65 plus, dhe të gjithë marrin pjesë, ne organizojmë patjetër që kemi transportin ton që sigurohet nga qendra jonë dhe marrim pjesë që në orën 8 të mëngjesit. Pra, siç e tha dhe zoti Reso, jemi në një moment përsërisi në daycare i fëmijëve, paga shumë është pjesa ditore që neve mundohemi të kenë të zënë aktivitete, pra të kalojnë një ditë sa më të bukur dhe të mos jenë të mërzitur, se dhe gjuha është problem këtu për moshën e tretë. Nuk është se të gjithë kanë erdhur dhe kanë mësuar anglishten, dhe jetojnë për zona që jo të gjithë kanë komshinj shqiptar. Elina, se the erdhur nga Korça jeti? Po, nga Korça. Po normal, se s'mund ndodhë ndryshe. Patjetër ka shumë shqiptarë në këtë qytetin këtu, të Usterit ka shumë shqiptarë nga Korça, dhe unë jam nga Korça, po. Sa po mundosha që të mos kapesh e ky moment që unë jam nga Korça, po unë nga Vlora, nga Korça i kam këtu. E di që pronarja është nga Vlora me origjinë? Jo, vërtetë? Ja. Po! Nuk ndodhë nga Vlora. I ndjek unë ose më ndjekin ata. Jo, është e vërtet një fakt që vlonjatët janë të zotët. Nuk kam fjalë. Janë të zotët. Korçarët janë shumë të zotët gjithashtu. Jo, vlonjatët janë të zotët dhe korçarët. Unë po them përgjithsisht shqiptarët gjithmonë i kanë bërë vend vetes këtu dhe unë gjithmonë shikoj që në çdo, domethënë në një dyqan një nga pronarët e shqiptar, në një biznes tektil nga kjo është e para, domethënë e bukura në qytetin e Usterit, është se Shqiponja është daycare i parë shqiptar që është hapur. Dhe ne kemi bërë shumë reklam në fakt, jemi munduar që të gjithë ta kuptojnë se si është, se të gjithë i tremben, mosha e tretë i trembet ju duket sikur është do vjen aty dhe do t'i lënë fëmijat, nuk do t'i marrim prapë në shtëpi. E kupton, është pak e vështirë për t'i bindur, po kur vin për një vizitë dhe shikojnë që është 6 orë program, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 2:30 mbasdite, varet në transporti që i çon përsëri në shtëpi. Kaloj një kohë shumë të bukur, fillojnë me mëngjesin orën 9. Elena, më falë, ndjes vetëm një moment se më vjen me qesh tani, sepse ne kemi shumë foto dhe video, por regjia me qesh orar dreke këtu, dhe vetëm ushqimet, ju fiksua ushqimet. Po, kuzhinjeri ato në shqiptare. Po, pra që të gjërat bukura kështu? Po, është gjithmonë. Dhe ata i pëlqejnë shumë ushqimet dhe janë shumë falenderues gjithmonë, thonë që krijoni ato idetë tuaja për të na sjellë, domethënë gjëra të vjetra që as në shtëpitë tona thotë nuk i gatuajmë më. Po kush gatuan aty? Gatuan Mariana Miçi, është kuzhinjere shqiptare. Ne jemi shumë të kënaqur. Ata gjithashtu kanë edhe gjithmonë një herë në muaj ne ju vëm ora e gatimit për shembull dhe marrim pjesë vetë siç ka gatuar për shembull biskotat e Këshillinës apo sapo bën ballokumet e ditës së verës. Kishëm një zonjë nga Elbasani dhe ta patjetër që do të mësoj, patjetër që do marrim pjesë të gjithë. Me planin tonë kishëm organizuar, ishte ditë e premte, si gjithmonë fundjavat festohen më shumë. Kishëm organizuar që të bënin ballokume për të gjithë dhe zonjat tona krijuan, bën ballokume me ndihmën e Marianës, që është kuzhinjerja jon, dhe u shpërndam të gjithëve nga ajo në fund të ditës përpara se të ikne. Sa bukur, domethënë krijuat e sollët aty festën e verës, sollët pak Shqipëri aty. Flasin të gjitha zonjat dhe zotrin flasin shqip me njëri tjetrin. Domethënë është shqiptare 100%. Ky është momenti 7 marsit, kemi festuar 7 marsin se kemi 13 mësues që janë pjesëmarrës të qendrës ditësore, janë 13 mësues dhe kemi festuar dhe 7 marsin. Ishte patjetër një ditë e veçantë. Për të gjithë se thanë që në Shqipëri nuk e kemi festuar ndonjëherë këtu, se në Amerikë nuk është 7 marsi festa mësuesit. Domethënë ishte shumë të lumtur që ne kemi prekur të gjitha festat shqiptare. E sa u preka tani dhe se pata mendje një moment, se po shikoja ato zonja dhe po mendoja për ti me më,
që me 7 mars u mblodh me shoqet e saj mësuese, po vërtet sa e vështirë është për këto zonja që dikur kanë qenë idhuj të nxënësve të tyre dhe tani vjen një moment janë asgjëkundi, janë në mjegull, në një mjegull që sa bukur që i bashkoni dhe ju kujtoni festat, sa bukur. Patjetër, gjithmonë, edhe 8 marsi ka qenë, kemi shkëputur disa foto nga 8 marsi, që kemi pasur një festë shumë të madhe për zonjat, kemi krijuar një aktivitet shumë me gatime tradicionale, nga një dhuratë të vogël, disa lule, sa për t'i kujtuar edhe për të festuar këtë ditë të veçantë të femrës. Pra, Rudina, kjo është programi dhe ne jemi shumë të lumtur në fakt. Unë jam shumë e lumtur që punoj në një ambient me shqiptar, flasim shqip gjithë ditën, aktivitetet janë shqip. Gjimnastikën e bën një goca që është e trajnuar për këtë punë, bën gjimnastik çdo ditë dhe është në fakt e dhënë me doktoratur që duhet të bëjnë 30 minuta çdo ditë gjimnastik. Në orën 11 pastaj kanë një aktivitet më shumë për memorien e tyre, për të mbajtur memorien. Kanë dhoma të cilat janë kushdo të qëndroj në një vend personal dhe të lexojë një libër. Kemi libra shqip, pra marrim libra nga biblioteka e qytetit Ustarit që ka libra shqip, jemi regjistruar atje, i marrim, ja u mundësojmë në qendrën tonë, i marrim dhe nëpër shtëpia, nëse kanë dëshirë që të vazhdojnë leximin në shtëpi, dhe i rikthejmë përsëri patjetër. Pasaj në orën 12:30 të gjithë kanë dëshirë shumë, ne kemi një park afër me liçen dhe kanë dëshirë të gjithë të bëjnë një shëtitje 20 minuta, të shoqëruar me staf gjithmonë, dhe në orën 1 është dreka. Dreka që sa më pam tradicionale shqiptare. Po ka që mirë dreka për herë, ka që shumë, në më thënë se më bëri shumë përshtypje. Gatime shqiptare, gjithçka aty. Të gjitha. Po, në bazë të rregullores që ne kemi, se patjetër kjo funksionon, domethënë duket shumë pqef, duket shumë argëtim për të gjithë, por ne jemi të bazuar në rregullore. Dhe dreka është gjithmonë një supë, domethënë në masën e dur 6 oncë, thuhet këtë me rregullore, dhe është pak protein, është pak grain, edhe sallata, domethënë gjithmonë duhet të jenë këto për ditë në përtetësimin e tyre. Jo, ëmbëlsirat me raste. Fruta. Fruta, kafe dhe çaj. Jo, ëmbëlsira. Ëmbëlsira ne festojmë ditëlindjet. Ditëlindjet e çdo kujt që janë, i festojmë për ditë gjithmonë, edhe Mariana mundson kuzhinieria ton, na bën ndonjë ëmbëlsirë të veçantë. Korçare keni besoj, jo nga Vlora. Korçare dhe Mariana shkorçare. Sa bukur. Dhe duket, jo, okay, gjithmonë në foto gjithçka është e bukur, gjithmonë foto dhe video janë bukura, po vërtet ndihet gëzimi dhe ndihet që ato janë të gjalla të gjitha, ndjen gjallëri, që unë nuk ken ndjenjë zakonisht. Më beso kur të them mezi presin të vinë në mëngjes. Mezi presin, kemi atë momentin, domethënë 9:30 përpara gjimnastikës që pim të gjitha kafen dhe mblidhemi dhe stafi të gjithë, domethënë ne kemi 12 veta staf bashkë me shoferët dhe mblidhen të gjithë, mblidhemi në kafja, shpenzojmë gjysmore, bëjmë muhabet, domethënë bashkë bisedojmë, çfarë ankesash kemi, çfarë dëshirash kemi për në të ardhmen, ose si do ta festojmë këtë festën e radhës. Domethënë ai është momenti mezi presin të gjithë. Kafe, domethënë dhe kafe, ne keni shqiptare, se vetëm në një kafe në Shqipëri e rinë gjysmore. Po patjetër ambienti është shumë i veçantë i kafes. Është shumë i veçantë. Domethënë që në momentin kur unë të hyj me kamerën tek dhoma e kafes, ti do ta shikosh do thua tipike shqiptare dhe dhoma. Sa bukur. Domethënë, dhe kjo zgjat deri në orën 16. Deri në orën 2. Po. Deri në orën 2 pas ditës. Pastaj ju çoni të gjithë në përshpia. Patjetër, shoferat marrin një schedule, një plan, dhe në bazë të adresave të tyre fillojnë i shpërndajnë. Të gjithë sigurohen që ata kanë hyrë, domethënë deri tek dera e shtëpisë ose e pallatit ku ata jetojnë, domethënë ne mbajmë përgjegjësi që në momentin e marrjes në mëngjes që hynë në fugon dhe deri në momentin që neve i lemi dropim off në vend banimet e tyre. Ata janë kryesisht njerëz që jetojnë vetëm apo ka që jetojnë dhe me fëmijët? Ka që jetojnë me familjet, me fëmijët, dhe fëmijët janë shumë falenderues për këtë.
janë, domethënë, vinë 6 ditë dhe nuk janë të lodhur, thonë që patjetër do marrin pjesë, patjetër kur i konfirmojmë ne nëse do jenë ditën tjetër, se në bazë të konfirmimit të tyre bëhet edhe schedule plani për shoferat, gjithmonë janë patjetër do vim, por kjo është edhe pak ka të bëj pjesëmarrja e tyre, se sa ditë do të jenë pjesëtarë në qendrën tonë, ka të bëj edhe me siguracionin. Ç'do të thonë? Pra, siguracioni i shëndetit është i pari që mbulon se sa ditë dëshiron që ky person meriton të vinë në këtë qendër. Mund ta kuptoj këtë gjë sepse nuk e kemi të qartë se ne kemi ndryshe. Domethënë, ata nuk paguajnë direkt vet, kjo paguhet. Jo, nuk paguajnë. Është hapur, për neve është hapur, dhe në qoftë se njerëz duan të vinë dhe të paguajnë nga xhepi, e thënë domethënë shqipsha, mund ta bëjnë ata. Por përgjithsisht të shumica e klientëve tanë janë të mbuluar nga siguracioni. Pra, siguracioni i shëndetit thot që e diskuton vetë klienti, bën një kërkesë, thot është hapur një qendër që mua më ndihmon të flas shqip, se nuk kuptoj shqip në ambientin ku jetoj, në pallatin ku jetoj, dhe sa ditë meritoj që të shkoj. Dhe inshurenca patjetër që është një infermiera, një psikologe ose terapiste që vendos, janë dhe të gjitha të inshurencës që bëjnë balancin se sa fitime ka pasur ky personi për të gjithë vitin, dhe del me konkluzionin, le të themi 4 ditë në javë. Dhe thot 4 ditë në javë, ti për arsye që domethënë të mbash mendjen larg problemeve, se këta e përmendin shumë që mungon Shqipëria, se kanë jetuar ande vite, domethënë të jetën e tyre. Kjo është gjë që është kryesore, i mungon Shqipëria. Kjo është gjë kryesore që ata thonë, dhe kjo është gjë kryesore që ne na ka erdhur se bashkangjitur me konfirmimin e inshurencës se në sa ditë ata janë aprovuar, ne na vjen edhe arsyeja pse. Pra, duke parë dhe në arsyen pse, nëse ka një histori mjekësore, për shembull diabetin ose një gjë tjetër, ne kemi infermiere këtu. Pra, infermiera do t'i kushtojmë shumë vëmendje. Nëse kemi dikë që është ankuar dhe thotë që unë kam nga depresioni, jam në ankth, jam vetëm, fëmijët e kam një në Angli, një në Amerikë, një në Shqipëri, po kam erdhur këtej se këte janë benefitet më të mira, domethënë gjërat më të mira, atëre punonjësia sociale mban më shumë përgjegjësi, domethënë kujdeset më shumë, e merr flet pak më shumë, shpenzon kohë më shumë, domethënë duam që dhe shëndeti i tyre mendor dhe shëndeti i tyre fizik të jetë patjetër i mirë, pavarësisht argëtimeve të gjitha gjërave të tjera që ne prezantojmë. Sa interesante, pra, me sigurimet. E kjo është shumë e rëndësishme. Sigurimet që janë edhe private, mund të jenë sigurimet shëndetësore, por edhe shumë interesante kjo gjë. Për ndryshe, ti nuk je i penalizuar nëse nuk ke sigurime. Ti shkon e paguan vetë, për shembull. Patjetër, shkon e paguan vetë, por është një shumë, domethënë, jo e përballueshme për pensionistët, le të jemi real, domethënë është luks, le të themi kjo gjë që ju ofrohet. Luks në kuptimin, domethënë, jo ndonjë gjë e egzageruar, por është argëtim. Nuk është gjë shëndetësore në kuptimin je në spitalin shtruar edhe ke një problem madhor. E kuptoj. Dhe është e detyruar inshurenca të mbuloj. Patjetër duhet të kesh diagnozat e duhura për t'u aprovuar. Gjithsesi, unë vazhdoj të pyes për këtë fakt që ti s'ta aprovoj sigurimet, ti mund shkosh të paguash vetë. Të vishat. Po, patjetër. Të vishat. Ju e keni të hapur, dritarja dhe dyert tuaja janë të hapura. Absolutisht, ne kemi thënë për shqiptarët, për arsye se kapaciteti i pjesëmarrjes është 75, dhe kemi thënë vetëm për shqiptarët, po janë të mirëpritur të gjithë, se në fakt ne nuk bëjmë dallime, nuk mund të bësh në Amerikë një dallim që të thuash, jo, kjo është vetëm për shqiptarët, amerikanë edhe të tjerë nuk janë të mirëpritur, absolutisht janë të mirëpritur. Por ne mundohemi që keni vende të lira? Jo, me qënë se kemi domethënë kapacitet në shqiptarëve 75 dhe ne mundohemi ta mbajmë vetëm me shqiptar, me shqip folës, edhe stafin ne përzgjedhim shqiptarë, të them të drejtën.